Sipas burimeve historike dhe transmetimeve islame, Abdullah ibn Abasi, një nga sahabët dhe dietarët më të mëdhenj të islamit, përjetoi një ëndër të fuqishme në ditën e tragjedisë së Kerbelas me 10 tetor të vitit 680. Sipas transmetimeve të Ibn Abbasit, ka treguar se në atë ditë kur Imam Husejni kishte ra shahid në Kerbela, profetin Muhammed kishte parë në ëndër, i cili duke i shqetësuar me pluhur dhe me gjak në rrobat e tij, dhe ishte shumë më i vjetër se sa kur kishte ndërruar jetë. Kur e pyeti për shkakun, profeti u përgjigj: "Sapo isha në Kerbela, duke mbledhur gjakun e nipit tim." Një transmetim tjetër tregon se Ibn Abasi pa engjujt me laçet që mbanin mbetje të përgjakura dhe rrërën e Kerbelas në duart e tyre, duke qarë për Imam Husejnin a.s. Pas kësaj ëndre, Abdullah ibn Abasi u zgjua i tronditur dhe më vonë mori lajmin e martirizimit të Imam Husejnit a.s. Paqja qoftë